Akademia e Shkencave Shqiptare ka gjetur shkakun ose arsyen se pse pensionet dhe rrogat janë të ulta, se këta thonë paraja e madhe të prish, jeni dakord me këtë, cili është opinioni juaj? Të prish paraja e madhe, ato pse rëmbejnë pare, edhe vjedhin, rrogat nuk u dalin edhe vjedhin akoma. Edhe nuk të mbo ka paraja, ku që nga kësiq? Dali, gjonë dhe të. Mos e mërë me këto gjona, se ky vend ka marru ka pjerë. Po s'ka mërë pare popli o shok. Qërë pare e madhe? Po s'ka mërë pare popli, qërë prish? Popli s'ka buk më hangër mërë. Opinioni juaj? Po, e kënë fajnë për shtetarë. E kanë fajnë për shtetarët? Po paraja e madhe të prish? Po pa tjetër është, ose e kanë rezervuar ta. Po, shprish o kanë rezervuar të për vetë. Po si bëhet? Hallaj të si... Je i knaqur me pensionet? Po knaqur me pensionet me 100 milion, 10 milion treja. I knaqur? Sa duhet ishte? Dhe jemi të marrumën. Sa duhet ishte pensionet si pas jush? Po, të paktin, minimalja 30 milion treja. Po e ka thonë një zemens ministrë. Qa tha? Sa që hajnë ka jetësia, thënë. Edhe pastaj e ndryshoj, sa urojt jetën gjatë, por fillimisht e saktë aje që hajnë ka jetësia për pensionet e ullat të shqiptarë, mi fjerë se pëse vdesin këto.